ky është takimi i dytë, pas zgjedhjeve të 7 qershorit, me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhja Demokratike e Kosovës që me çdo çmime, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, 4 me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë, më tepër se sa për dram politike. Ishte një takim i mirë, i mbarë, në cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhmeve strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim, të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike, para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të rruhet stabiliteti institucional, dhe dyta që është shumë e rëndësishme të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi i LDK-s, po edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me pokazh vullnet mirë, në qoftë se s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, vetëdijshëm për interesin e vendit dhe vetëdijshëm për politika që i përfaqësojmë ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, por ende jemi në diskutimet e parimeve, në qoftë se deri me datë 6 gusht nuk do asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet të procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale, e cila duhet të përfaqësojë edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për në kryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjidhje konkrete. Zot Kraptiziku, politika e të përfaqësimit të LDK-ja në institucionet e Kosovës, që na i garantoni mundjen e fortë të presidentëve për riformimin e presidentit. E kam thënë shpesh herë, për marrëveshje të mirë, LDK-ja i ka gjitha votat, për marrëveshje jo të mirë nuk e ka as votën time si kryetari i saj. Pra nuk mund të diskutoj për mbështetje politike pa pasur substancë. Fillimisht duhet të ndërtohet marrëveshja, më pas të prezantohet ai marrëveshje dhe më pas do të flasim për aritmetik, për numra, për mundësi të realizimit të kësaj radhe. Këtë përpjekje po përpiqemi për balancë institucionale, kërkoj falje që s'mundem më shumë të jap detaj sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë kuptim për këtë çështje sepse po vazhdojmë tutje diskutimet. Zotri Kurti tha që po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet, do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në proces të tutje, prandaj ju los për mirë kuptim. Mund të kemi takime në ditët e vijim, mund të presim konstituimin e kuvendit, më pas e kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë, 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, se sa më gjithëpërfshirëse më mirë për gjithë. Zotri Kurti konsensual që ata duan prezident konsensual jo të vetë. Tani prezident konsensual gjem është secili prezident që i merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta. Zotri Kurti thatë që marrëveshja politike nuk duhet të vendosë të rezultatit zgjedhor. A ka tentuar LDK-ja me janë vendosur përmes marrëveshjes politike rezultatit? Jo, kemi pas dakordans plot, njëra prej çështjeve bazike që marrëveshjet në tavolinë nuk e përmbysin rezultatin zgjedhor. Prandaj edhe ju thash fillim që ne s'kemi asnjë ide të kontestojmë rezultatin zgjedhor, po përpiqemi që brenda interesave të Republikës, rrethanave që jemi tani, të japim më të mirë për Republikën e Kosovës.